Kapi për finalen e madhe për titullin kampion në kategorinë Tina Mustafa, Bernarda Leshkja, Ingrid Dashja, Amerikania Jesse. Dërgo, ekipi nga Tirana ka këtë përbërje. Enisa Qosja, Ornella Lalaj, Emilia Lazo, Jurita Sena. Takimi do të gjykohet nga arbitrët ndërkombëtar, Hans Trajer nga Shkodra dhe Virentin Ndreu nga Tirana. 10 minuta garë, 10 minuta emocione mes dy skuadrave që meriten me merit në këtë finalet madhe, duke kaluar me radhë takimet eliminatore që nisën që në orën 18 në sheshin qendror të Shkodrës Nën Tereza, ku përfillohet kampionati ndërkombëtar i basketbollit 3x3, edicioni 11, ndërkohë që i 5 rradhazi në qytetin e Shkodrës. Kampionati organizuar nga societa kombëtare e basketbollit 3x3 që drejtohet nga Shkodrana të Zhvinjorët të basketit, Roni Qeqaj dhe Antonio Savani. Kampionati mbështetet nga Federata Shqiptare e Basketbollit, Bashkia e Shkodrës, Qështiri Qarkut Shkodër, ndërkohë që kompania e internetit të IBC është mbështetës kryesor duke dhuruar fandas të gjithë klasit dhe tifozët internet fandas. Gati Leshkja për të filluar. Pas 10 minuta shkohet në rregull, me kronometër do të shpahet dhe ekipi kampion për edicionin e 11 të kampionatit ndërkombëtar të basketit 3x3. Virentin Ndreu jep sinjalin e startit të takimit. Tani do të një farë për ekipin e Shkodrës. Dashja. Dhe vjen pikëtimi si Bernarda Leshkjes. Një kosh nga distanca, që në basketbol në rregull ka vlerë 3 pikë, ndërkohë që në basket 3x3 ka vlerë 2 pikëve. Ndërkohë që 2 pikë që në kohën e rregull të basketbollit të madh, rrezohet 1 pikë të basketit 3x3. 2-0 person i gjithë Shkodrani Star Sport. Përsëri Surdi për ekipin Shkodran, Leshkja për Dashjen. Zusha. Ja, już chodźcie. Pika parë për ekipin Kërësiteti, minuta parë, 2-1 për ekipin Shkodran. Dashja se në titull e 3-1 për ekipin Starport nga Shkodra. Ma vjetë se e majtë, ma vjetë se 3 palë. Nusha ndeshë bikë të një. Pika 2 për ekipin Tiranës, 3-2 moshot rezultati. Se në përsëri Leshkja, 4-2 për ekipin e Shkodrës. Një finale klasike kjo Shkodër-Tiranë, si gjithmonë përballit sportive Shkodër-Tiranë, jo vetëm në basketbol, por në shumë sporte të tjera kanë interesin e dur. Duhet minuta 2. Stars Power Shkodër 4, Proja Tiranë 2.
Gati impresionant në favor të Amerikanës Gjesi, që duan për ekipin e Shkodrës. Në që kampionat ka në pak elemente huaj. Organizatorët e kanë konsideruar të artistë dhe të japin me tepër hapësirë elementit shqiptar. Ka duaj këtu Elisa Qosja për 2 pikë për Luksena, Dashja. Reshja nga distanta 2 pikë të tjera, 6-2 për ekipin Shkodran. Ete për ekipin Tiranës. Duan pas suksesat e Onela Lalaj, e cila në takimet e eliminatorë ishte pikëqenusja më e mirë e skuadrës në atë qyteti. Duar gatim personal dhe Renata Reshpja, një pasimburiste dhe minjor, jo vetëm e pas ekipit e kampion flamurtarit, si dhe ekipit tonë vendar. Reshpja duan me sukses dhe në gjurën e lirë, ketë me 2 rezultati për ekipin e Shkodrës. Shtëri Reshpja në konë të gjithë sportivi në këtë finale. Bani edhe personalin, tamam. Dhe shpuqe për momentin është dhe Medina Mustafa, planerja aktuale e vazhdisë të rritura dhe ekipit tonë kombëtar. Edhe fauli, personali që bani. Duhet minuta 4, korrespond ekipi i skorës 3-2. Në lojë për ekipin në Shkodran janë Ingrid Dashja, Bernata Reshpja dhe Amerikana Gjesi. Duan me sukses se Uniona Lalaj për Tiranën 8-3 rezultati për ekipin Shkodran. Dashja në tonë gatim personal. Gjurën Dashja 9-3 rezultati për ekipin Shkodran. Lirë për Bernata Reshpja, në kështë sakë në Reshpja, dhe në Dashje, të Ingrid Dashje, cila po të zënës ka marrë dhe të dhjënës dhe në kanërës e këtë kontarë dhe të të mrejë. Luhet minuta 5, 9-3 për ekipin Shkodran. Star Sport me emra të tillë me formacion si Medina Mustafa, Bernata Reshpja, Ingrid Dashja dhe Amerikana Gjesi. Dërgoqe përballë kanë ekipin Tiranës me Elisa Qosje, Onela Lalaj, Emilia Lazo dhe Lirina Sena. Qosja sa për në pikin e 4 për Tiranën, ndaj 9 të ekipit Shkodran.
Dalë për Tiranën dëmton distanca nuk është saktë. Ka rënë rendimenti futbollistët e Unionit Lalej, ka merë ka qenë më të spikatur atë ekipit Tiranës në takimet e eliminatore. Në kohën finale akoma nuk është në nivelin e grupit. Ingrid Dashka shënon shikjen e vërtet për ekipin Shkodran, ndaj 4 të Tiranës. Bravo! Një kampionat ndërkombëtar i basketit 3x3 që kondiqet me shumë interes nga tifozëria shkodrane, një komunitet basketballkastës, por ajo çfarë shpikat atë erdhe me pjesëmarrjen e shumë turistëve të cilët kanë zgjedhur qytetin e Shkodrës për të kaluar përsimin verore, por po shirojnë edhe këtë kampionat ndërkombëtar të basketit 3x3, mjaft interesant, kur është në momentin final për kategorinë e femrave. Dy ekipe finaliste, Stars Power i Shkodrës dhe Toea Tiranë, po diskutojnë finale. 10-4 kryeson ekipi i Shkodrës. Edhe 4 minuta dhe 30 sekonda nga fundit. Ekipi Shkodran pranon suksesin. Reshpja nga distanca. Ekipi Shkodran 11-4 shkëputet. Ekipi Shkodran me plus 7 pik. 4 minuta dhe 70 sekonda. Këtë pik për edhe gabim personal në favor të saj i marrë nga basketbolistja me numër 3 Emilia Lazo e Tiranës. Shënon dhe pikin e radhës, 2 pik të vleshme që kërkon ta rifus me lojë ekipin e vetë, por Reshpja me këtë pik e sëgon avantajin. Super kort nga distanca e Lazos e Nisa Qofës. 12-8 plus 6. Shikosi u brava si ti. Ishte më shpejtuar para Shkodrane, por ekipi i Tiranës ka arritur ta shkurtojë diferencën. Këtë moment për të dyja skuadra kryeson ekipi Shkodran Stars Power ndaj ekipit Toea Tiranë 12-8. Kampionati ndërkombëtar i basketit 3x3 organizohet nga Shoqata Kombëtare e basketbollit 3x3 me drejtues pasionantët e basketbollit shkodran Roni Gjeçaj dhe Antonio Shabani. Një kampionat që gjen për herë të 5 në qytetin e Shkodrës, ndërkohë që është institucioni i 11 në rang kombëtar. Shumë emocione për sjellë ky kampionat me plot të ritëm. 10 minuta duhet në fushën e lojës me një fushë dhe tribunat e improvizuara në sheshin qendror në Terezat e Shkodrës, shoqëruar me një interesim të madh nga ana e tifozëve shkodran në tribunat për katet e improvizuara, por që po e shijojnë edhe sekretarët shkodran të cilët po e gjirën e zakonshme kampionalen në spetënaren e Shkodrës. E Reshpja shënon
gjurgën e parë të lyet ka dhe një mundësi tjetër. 13-8 avantazhi për Shkodrën, Reshtja shënon me të dytën 14-8. Topi për Tiranë. Gjuan për 3 pikë Ornella Lale pa sukses. Reshtja dëpërtimi i saj individual shënon 15-8. Topi për Tiranë. Një dëpërtim shumë elegant i Enisa Qosit, por nuk e binde topi. Dashja Reshtja pa sukses. Sembul Reshtja e tri pa sukses. Dashja me topin të dëmë. Përdohen në saj në tabelë dhe shumë pranë pikës e 15-8 avantajë i ekipit Shkodrën. Shumë shumë sakte banata Reshtjes në distanca në 2 pikë. Shumë vërditje dhe skuadra në kryeqyteti me Emilia Lazon. 17-10 rezultati për ekipin Shkodrën. Këtë në distanca i banata Reshtjes. 19-10 por duhen 55 sekonda nga fundi. Ekipi Shkodrën shumë pranë trofeut të titullit kampion për kategorinë e femrave, kampionati ndërkombëtar basket 3-3. Ka shënuar një pikë të rëndësishme për ekipin e saj Ornella Lale për Tiranën. Dhe mbyllën ndeshja që në pika 21 o si pas rëvëvorës edhe pse nuk është fundi takimit në kronometër rëvëvorë përmanë që a ekip që në pika 21 e fiton takimin dhe kjo është ekipi Shkodra Star Power që fiton me rezultatin 21-10. Morin ekipit Shkodrën të shpallët kampion. Këto janë kampionët e edicionit 11 dhe i 5 në qytetin e Shkodrës. Ekipi kampion i kampionatit ndërkombëtar të basketit 3x3 tashmë pozojnë edhe me specialistin e sportit në zyrën e sportit Bashkia Shkodra Albana Hasani dhe 2 organizatorët kryesor, drejtuesit e shoqatës së basketit 3x3, Roni Gjeçaj dhe Antonio Shabani. Një kujtim i bukur nga qyteti i Shkodrës në këtë finale emocionuese. Urime ekipit kampion.